Edhe para shpalljes pavarësisë dhe pas shpalljes pavarësisë, kjo është e paprecedent, nuk ka ndodhur. Sikur të kishit vendosur në fillim, ndoshta do të ishte e pranueshme. Kjo nuk është e pranueshme. Ju ftoj që mos ta thelloni krizën, po të dilni nga kriza, sepse ju takon që ta propozoni dikën që për një më marr vota dhe ju e dini që ka në mesin e juaj të tillë. Andaj, mos e thelloni krizën, zhbllokojeni, sepse nuk meritojnë qytetarët e Kosovës për shkak të tekave tuaja me kthy kuvendin në cirk. Ju edhe mund ta impononi në mënyrë arbitrare përmes kryesuesit që po e keq përdorni çdo seancë për çka ndjej keqardhje për te personalisht, nuk keni drejt. As sekretariati s'ka drejt me i ndëgju edhe me ju bind kërkesave të paligjshme ju kushtetuese, por votat që si keni të hapun në mënyrë transparente, që doni me i bon mënyrë të msheft, apo mendoni që ka ndonjë pazar për cilin ju e dini, ne tjerë se dim që është në kutinë e votimit,